Gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Republikën e Qipros, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani zhvilloi një sër takimesh me përfaqësues të lartë të shtetit Cipriot. Në takimin me presidentin e Republikës Niko Christodoulides, ministri Hasani theksoi se të dy vendet vlerësojnë marrëdhëniet miqësore dhe të konsoliduara mes tyre. Është koha për t'i dhënë një shtysë të re dialogut politik ndërmjet Shqipërisë dhe Qipros dhe për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik në fusha si turizmi, energjia, teknologjia e informacionit dhe komunikimit, arsimi, farmaceutika dhe ndërtimi, deklaroi Hasani. Ai u prit gjithashtu nga homologu i tij, ministri i jashtëm i Qipros, Konstantinos Kombos. Patën një diskutim të thelluar mbi zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh në fusha me interes të ndërsjellë. Hasani vlerësoi mbështetjen e Qipros për integrimin evropian të Shqipërisë. Të dy ministrat shprehan interes për krijimin e një linje ajrore direkte mes dy vendeve që do të nxjisë shkëmbime turistike dhe lidhjet mes qytetarëve. Gjithashtu nënshkruan një memorandum mirëkuptimi ndërmjet akademive diplomatike të të dy vendeve për bashkëpunim në trajnimin diplomatik me qëllim forcimin e aftësive profesionale dhe shkëmbimin institucional midis shërbimeve diplomatike.